Në Nepravisht, studentët që shkuan atje dhe që ndruan 3 javë dhe punuan dhe jetuan me banorët, na thanë ju lutem duhet të zgjidhni Nepravishtën sepse ka një energji të papar. Pra, nuk kishte kur shkuam ne as ofertë kulinare, as ndonjë bujtin, as ndonjë produkt të mirëfill turistik, ishte gjithçka nga zeroja, as investime bile, dhe ne tam dojtë testojmë. Sot Nepravishta ka disa bujtina, 3-4 bujtina për të cilat kemi punuar për ofertën kulinare të Nepravishtës. Nepravishta sot ka 3 shtigje, shtegu i Revanis, i Buretos, shtegu që të çon tek Teqeja me ato qiparisat fantastik, bile me të qeshur thoshim Gladiatori, filmi që kemi parë, mos është xhiruar këtu në Nepravisht, se aq e bukur ishte, pjesa që nuk ishte zbuluar, dhe jemi duke punuar njëkohësisht me banorët për të krijuar edhe disa festa lokale, në fakt ata si rall fshat tjetër, ata kanë krijuar një fest lokale ndër vite, ku mblidhen gjithë banorët, edhe në gusht, edhe kur janë jashtë Shqipërisë, mblidhen atje bashkë, e organizojnë shumë bukur, gjithçka është organizimi tyre, dhe të ardhurat që mblidhen i investojnë në fshat. Ne ju bashkuam kësaj iniciative dhe bashkë me banorët kemi investuar për gjithë sistemimin e balkonit të fshatit dhe për ta parë Nepravishtën nga lart, sepse është një fshat me 3 kate, është realisht shumë i veçantë.